Në Pogradec u zhvillua një takim mes përfaqësuesve të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për zbatimin e sistemit të kontrollit të përbashkët kufitar One Stop Shop në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës. Gjatë diskutimeve u theksua se ky sistem do të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve dhe automjeteve, duke reduktuar ndjeshëm kohën e pritjes në kufi. Marrëveshja është miratuar nga pala maqedonase, ndërsa pritet të finalizohet edhe nga pala shqiptare. Para disa ditëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kaloi pika edhe për One Stop Shop me Shqipërinë, kështu që qëllimi mirëfillt është që sot paraprakisht para se të fillojë implementimi, ne takohemi dhe të bëjmë edhe disa plane besoj shtesë se çka nevojitet për lehtësimin e qytetarëve dhe mallrave. Në afate shumë të shkurtra kemi mundur që pa nga pak të zgjidhim problematikën e fluksave të shtuara në pikën e kalimit kufitar në Qaftan nëpërmjet marrëveshjes së re, e cila shumë shpejt do të ratifikohet edhe nga Shqipëria për të mundësuar një lëvizje sa më të shpejtë dhe për të lehtësuar procedurat jo vetëm për udhëtarët, po edhe për mjetet. Kemi bërë përpjekje maksimale që kjo të funksionojë, sepse është një ëndër e qytetarëve tanë, edhe nga krau këtej, edhe nga krau jonë, sepse është një liçen që na bashkon, që ne të shfrytëzojmë gjitha rekurset tona nga të dyja palët për të ndihmuar sa më shumë qytetarët tanë në zhvillimin e turizmit, por edhe të ekonomisë së tyre. Përveç pjesës që jemi shumë afër, po dukemi se jemi larg, të bëjmë të mundshme të lëvizim dhe pjesa tjetër, ajo pjesa turistike, e cila do të jep një vlerë të shtuar turizmit me lëvizjen edhe në mes linjes ujore, por edhe asaj toksore. Vetëm gjatë sezonit turistik në Qaftan regjistrohen rreth 1 milion hyrjedalje udhëtarësh. Modeli One Stop Shop i ngjashëm me atë që zbatohet me Kosovën, pritet të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin ndërkufitar.